Përshëndetje, jemi në fund muajit mars dhe kemi për të zhvilluar ndeshjen e me vllaznin e Shkodrës, pra Egnatia Vllaznia. Kemi intervistën e radhës me profesor Petovën, i cili vin mbas një jave stërvitje më ndryshe, pak më e lehtësuar nga ndeshjet me kombëtaren. Skuadra është gjatë aty. Fillojmë intervistën për këtë takim. Ky është jetë për ju. Profesor Tetova, si kaluat këto ditë pushimi me rastin e ndërprerjes së kampionatit? Ajo shërbeu kjo ndalesë për të rikuperuar ndonjë futbollist? Mendoj që na shërbeu, siç të gjithëve, por më tepër fokusi ka qenë tek skuadra jam. Mendoj që ka qenë frymëdhënëse, pakën për rikuperimin e lojtarëve, sepse janë rikuperuar dy, si Sota ashtu dhe Aleksi, që mendoj janë me 100% e asaj që ne kërkojmë. Si është gjendja psikologjike dhe fizike e skuadrës tuaj në prag të rifillimit të kampionatit? Është e vërtet, te kemi pas më tepër problem, fokusi ka qenë më tepër këtu, sepse siç e dim, 4 neshjet e fundit për 14 ditë që ishin para këtij pushimi, ishin të rënduara për ne, paktën me të njëjtët lojtar. Mendoj që kemi bërë një pushim të mirë që na ka shërbyer. Dhe pjesa tjetër pastaj është për të përballuar çdo gjë për të shtrënguar dhomët ndeshjet që kanë ngelur. Java e 31 të kampionatit ju përball me Vllaznin, e cila renditet e treta me 4 pikë më pak se ju. A ju jep komoditet kjo distancë nga një rival direkt për titull në këtë ndeshje? Komoditet nuk mund të them, sepse janë vetëm 4 pikë, normalisht janë 2 ndeshje, kështu që përderisa janë 6 ndeshje dhe ka pikë në lojë, mendoj që nuk duhet të jemi komod. Por, nga pjesa tjetër, duhet me mendu që gjithmonë i pari duhet të jetë i pari. Në 3 ballafaqimet e mëparshme të këtij kampionati me shkodranët, keni një fitore, një humbje dhe një barazim, pra barazpeshje plot. Kësaj here, duke qenë se luani edhe në shtëpi, a do ta anoni peshorin nga ana juaj? Mendoj për nga forma se si është skuadra, mendoj që do të kemi një ndeshje të kujdesshme, sigurisht që është një mini final for para asaj final forit të fund kampionatit, por mendoj të jetë një ndeshje e kujdesshme, sepse edhe Vllaznia në ndeshjet e fundit ka bërë mirë. Vllaznia ka shënuar më shumë gola se ju, respektivisht 47 me 41, por ka pësuar dhe më shumë. Çfarë do të thonë këto statistika në funksion të kësaj përballje direkte dhe çfarë vlerësoni më tepër tek Vllaznia? Atëherë, përderisa Vllaznia ka shënuar shumë dhe ka marrë gola shumë, është një statistikë që i përket atyre që kanë një sulm mjaft të rrezikshëm dhe një mbrojtje të brisht. Për sa i përket fokusit, jam i fokusuar tek skuadra ime, sepse ne po shënojmë gola, por po marrim dhe gola, gjë që s'ka ndodhur më përpara. Mendoj që kjo ka ardhur vetëm për mos stabilizimit të disa lojtarëve që kemi pas javë pas javë. Si shpjegohen kaq shumë karton të marrë nga lojtarët e Egnatias? Unë nuk jam kundër kartonave, unë jam pro luftës. Duke qenë se jeni në krye, tek Egnatia po mendojnë më shumë për ndeshjet e mbetura të fazës së katërt apo për Final Four-in? Ne i shohim, kemi pas një mentalitet dhe vazhdojmë ta kemi atë lloj mentaliteti që ndeshjet do të marrin një nga një. Ne do të shohim ndeshjet e radhës, pastaj për deri në fund, përderisa janë pikët në lojë, asgjë s'është na lën komod po themi, por do të vazhdojmë gjithmonë siç kemi bërë ndeshjet e radhës. Faleminderit. Të mendoja duke qenë se ne zhvillojmë një ndeshje në orën 20. Një rast i mirë për futbollistët të cilët agjerojnë mbaj Ramazan dhe kështu, me nismën edhe të presidentit Demrozi, cili është mendimi dhe çfarë keni për tifozat e Zjarrit Rrogozhinës? Mendoj që është mirë për çdo person që agjeron, sidomos për edhe Vllaznia ka shumë futbollistët, patjetër, përderisa them futbollistët janë edhe të Vllaznisë dhe të Egnatias, është mirë, por siç e dim, siç e kemi pa, besoj edhe trajnerët e tjerë do ta kenë vënë re me lojtarët agjerues që kanë stërvitje, kurba tash ditën e fundit fillon dhe rëndohet e sportistëve. Dhe mendoj që kjo që është bërë në orën 20, mendoj që është një gjë shumë e mirë për çdo futbollist. Dhe mendoj të jetë një augur i mirë për gjithë. Pastaj për tifozët, nuk kam çfarë them, kanë qenë të mrekullueshëm këto 3 ndeshje që na kanë mbështetur, por ekipi ka nevojë për ta, ata janë Egnatia.
Kështu që duhet të jenë stadium. Faleminderit. Faleminderit juve.